Trajnerit italian të flamurtarit Francesco Moriero i jepet edhe një mundësi e fundit nga klubi Vlonjat. Drejtues të klubit kanë vendosur vijimin e bashkëpunimit me Morieron, i cili solli pa kënaqësi në ndeshje me Egnatian për mos aktivizimin e të Riut Lushaj për rreth 3 orë, duke nisur nga ora 10 deri në orën 13 gjatë kësaj të diele. Në ambientet e klubit është zhvilluar një mbledhje ku të pranishëm ishin presidenti Sinan Idrizi, sekretari i përgjithshëm Alfred Ferko, si dhe 2 legjendat e futbollit vlonjat, zëvendës presidenti Kreshnik Çipi. Të pranishëm në takim ishte edhe djali i presidentit Sinan Idrizi, Ensar Idrizi, si dhe 2 zëvendës trajnerët, Lejdi Liçaj dhe Andi Ribaj. Në mbledhje mungonte trajneri Francesco Moriero. Televizioni 6+1 Vlora zbardh diskutimet dhe zhvillimet brenda këtij takimi, i cili zgjati për plot 3 orë dhe ku u fol gjerësisht për flamurtarin dhe mundësitë që skuadra ka për të ndryshuar. Presidenti Idrizi ka kërkuar nga zëvendës trajnerët Lejdi Liçaj dhe Andi Ribaj të marrin më shumë përgjegjësi, të jenë më kërkues si dhe bashkëpunues. Kreu i klubit e vendosi theksin tek një bashkëpunim më i ngushtë që duhet të ketë stafi teknik i skuadrës së parë me akademinë e flamurtarit. Madje presidenti Idrizi ka shprehur gatishmërinë për rritjen profesionale të zëvendës trajnerëve Liçaj dhe Ribaj, duke i çuar ata për specializim në të ardhmen në klubet më të njohura të futbollit në Europë. Sekretari i përgjithshëm i klubit Alfred Ferko, si dhe legjendat e futbollit Kreshnik Çipi dhe Vasil Ruci, kanë analizuar me detaje paraqitjen teknike të skuadrës në ndeshje me Egnatian, si dhe në takimet e zhvilluara deri më tani. Një zëri të gjithë janë shprehur se flamurtari ka të gjitha mundësitë për të ndryshuar dhe për të dalë nga kjo situatë. Idrizi ka premtuar edhe për forcimin e mëtejshëm të grupit, me një lojtar cilësor dhe që bën diferencën. Presidenti dhe të pranishmit në mbledhje kanë kërkuar menjëherë ndryshimin e situatës nga skuadra, e cila duhet të marrë më shumë përgjegjësi, pasi është një nga më të investuarat në Super League dhe janë të gjitha mundësitë që të rikthehen rezultatet pozitive.